Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për taksat, tarifat që vendosi Donald Trump për të gjitha shtetet, mes tyre edhe për Shqipërinë, edhe pse u duk sikur e mbajti me hadër Shqipërinë dhe Kosovën, pasi vendosi një taksë 10%. Por sa do të ndikojë kjo? Ku do të ndikojë dhe kush do ta paguajë në fund faturën? Do të flasim me ekspertin kontabël, njohësin mjaft të mirë të ekonomisë, Igli Zepishta nga Zepishta Consulting. Igli, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Si keni parë taksat, kur do kemi efektin e parë që do ndjehet dhe ku? Neve duke u nisur nga tregtia që kemi me Amerikën, paktën për vitin 2024, ne kemi një vëllim, normalisht kemi, si çdo në fushë tjetër, eksportet tona janë shumë të ulura në krahasim me importet që vijnë nga Amerika. Eksportet i kanë qenë diku tek $70 milion, importet kanë qenë diku ke $210 milion. Kështu që në këtë aspekt, prandaj Shqipëria dhe një pjesë e vendeve u duk sikur mbajtën me hatër, duke vendosur tarifa minimale siç ishin ato intervalet e tarifave që vendosi administrata e Trumpit, prej 10% për paktën për ne dhe për Kosovën. Besoj që kjo ka qenë arsyeja që ne u taksuan në një farë mënyre për eksportet tona në masën 10%. Pjesa e këtyre, në fakt unë duhet të shoh në një këndvështrim tjetër, duke krahasuar nivelin e taksave me të gjithë vendet e tjera të botës që vendosi administrata e Trumpit, unë duhet të shoh që në një farë mënyre kjo taks do ta ndihmojë në një farë mënyre eksportet shqiptare drejt Amerikës, sepse mallrat shqiptare do të bëhen më konkurrente për tregun amerikan për efekt të çmimit që do hyjë në tregun amerikan. Kështu që nuk duhet ta marrim thjesht që në aspektin negativ që do përshirësohet shumë edhe do të ketë problematika për eksportet shqiptare. Vetëm lind një detyrë në një farë mënyre edhe në bashkëpunim, sidomos një studim që do të bëj gjithë shoqatat, sepse eksportet tona në Amerikë kryesisht janë të bimëve, në një farë mënyre ato se peshën kryesore të bimëve medicinale, të frutave perime dhe pak jo çeliku, jo një pjesë këtyre giza që neve eksportojmë në Amerikë. Po ta krahasojmë vit pas viti eksportet shqiptare edhe me Amerikën, si me çdo në fushë tjetër, ka mësuar në rënje. Efekti ka ardhur në farë mënyre vetëm për zhvlerësim të monedhave të huaja të dollarit në krahasim me lekun, çka e ka bërë shumë të vështirë eksportuesit të hyjnë në tregjet e Amerikës, edhe vendeve të tjera. Pra mos gaboj, po më thoni që më shumë i godet rënja e kursit se sa kjo tarifë? Po, patjetër që ato, po të shohin vit pas viti eksportet shqiptare në Amerikë kanë mësuar ulje në 2024 në krahasim me 2023 ka qenë diku ke 25%, 27% më të ulura, edhe efekti kryesor ka qenë kursi i këmbimit. Si çdo fushë tjetër, si çdo eksportues, ka hëngur goditje nga kursi i këmbimit. Prandaj lind detyrë që ne nëse duhet ta zhvillojmë edhe ta rrisim këtë bashkëpunim me Amerikën në ato fusha ku ne kemi mundësi të tregtojmë me mallet që tregtojmë në Amerikë, qeveria do të marrë parasysh në një farë mënyre, kjo është kërkuar edhe më herët, një kompensim të kursit të dollarit ose të euros, të dollarit në këtë rast, e cila do të bëjë që eksportet tona me Amerikën me vendosjen e tarifave të reja, duke filluar nga tani nga prilli, nga dita e nesërme më duket vendosen ato tarifet e reja nga 5 prilli, ato do të bëhen më konkurrente, do të hyjnë më të lehtësisht në tregun amerikan. Po kjo don normalisht edhe një vëmendje më të madhe nga qeverit ta marrin parasysh pjesën e efektit të kursit, sepse kusha e jon është shumë e madhe, ne kemi shumë mundësi shumë të mira me binën medicinale, kemi mundësi shumë të mira me fruta perimet,
kemi mundësi shumë të mira me vajin e ullirit, edhe duke parë në këtë këndvështrim, mendoj që do hapet një dritare e re, e mundësi më e madhe dhe më e mirë për të tregtuar të gjithë prodhuesit shqiptar të këtyre fushave për të eksportuar në Amerikë. Pra me atë që kuptova, për ta bërë dhe më të thjesht, për ta kuptuar edhe vetë, për te pastaj edhe publiku, është që vendosja vetëm 10% e kësaj tarife, por edhe një ndihmë që mund t'i jap shteti për kompensimin nga luhatja e kushtit të kombimit, do ta bënte më konkurrente produktin shqiptar edhe do hapte një dritare të re. Po, pikërisht, kështu është. Unë këtë mendim kam që tregtia, sidomos e këtyre, sepse ne kemi pas tregti më të madhe me Amerikën, e cila ka filluar ka në vazhdim në vitet e fundit ka filluar të kurrët, dhe efekti kryesor ka qenë i kursit, edhe normalisht edhe po themi konkurenca me tregjet e tjera. Tani që vendosen tarifat për shumë shtete, e cila është jo më pak se 20% për Europën dhe disa shtete, sidomos të rajonit, po themi Maqedoninë, Serbinë, që janë vendosur tarifa 33%, janë tarifa mbi 3 herë më të mëdha të taksave që neve, do të bëjë që mallra shqiptare do të jenë shumë të konkurrueshëm me çmim në Amerikë për të futur më kollaj edhe për të konkurruar në gjithë këtë pjesë e mallrave të eksportit që ne kemi mundësi. Prandaj, po kjo do një lloj vëmendje më të madhe nga qeveria që ne do ta kapim këtë efekt tani. Tani është pjesa që mund të lidhet kontrata, mund të përcaktohen çmime, mund bën gjithë llogaritjet që kjo fazë fillestare në cilën vendosen tarifat tash në prill, të kemë mundësi që prodhuesit shqiptar të lidhen kontrata dhe të hyjnë më fuqishëm në tregun amerikan. Mos jetë ky vëllim vetëm 70 milionë euro, po të rritet, po them, shumë dhe më shumë. Zoti Zepishta, në Kosovë ka një debat pas vendosjes së tarifave nga Trumpi, ku presidentja i kërkon qeverisë që të heqë tarifat që shteti i Kosovës i ka vendosur produkteve që vijnë nga Amerika. Mendoni që duhet ta diskutojmë? Po, janë tarifa që janë tarifa reciproke. Kosova ka 10%, janë tarifa reciproke që vendosen. Edhe qeveria e Kosovës Kosova ka 10% tarifën. Po ne? Po, mendoj që edhe neve do ta kemi tarifën 10%, sepse janë mallra jashtë eronjishit. Çfarë janë mallra jashtë eronjishit taksohen me 10%. Vendet e Bashkimit Evropian e kanë taksën doganore 0. Mallet e tjera, të cilat janë jashtë Europës, janë jashtë eronjishit, që është një kod që përdoret në dogan, e cila e zeron taksën doganore. Gjitha pastaj taksohen sipas llojit të mallrave nga 6 deri në 20-25%. Edhe Amerika bën pjesë në këto shtete të cilat neve taksohemi me taksa doganore. Pra dhe ne duhet ta ndjekim dhe ne, duhet ta bëjmë këtë debat. Po ndoshta vlen edhe neve të bëjmë një debat, po kjo mendoj që nuk është thjesht momenti ndoshta për të sepse Amerika ka 10% edhe neve kemi 10% Amerikën, janë çështje të reciprocitetit, edhe Amerika duke qenë se neve Amerika ka një suficit tregtar me Shqipërinë, ajo ka vendosur masën 10%. Ajo i ka ndryshuar tarifat për gjithë vendet e tjera. Amerika me Bashkimin Evropian e ka suficitin diku ke 600 miliard dollar. Me Kinën e ka shumë edhe shumë më tepër. Gjithë këto pjesë, gjithë këto volume tregtare ajo i ka studiuar dhe ka vendosur masa reciprociteti duke rritur shumë tarifat e tyre të doganës. Zoti Zepishta, edhe një pyetje të fundit kam për ta parë më makro, nga një luftë tregtare, kush fiton? Kush humbet? Askush nuk. Në këtë rast kisha fjalën SBA-ja do fitoj apo do fitoj pjesa tjetër që do i kundërpërgjigjet?
Është problemi që të gjithë aleancat tani në marrëveshje tregtare do të fillojnë edhe të ndryshojnë, sepse do kemi përgjigje dhe kundërpërgjigje. Nuk do të ketë fitues. Amerika, Shtetet Bashkuara mund të mendojnë që ajo do të dalë në një farë mënyre e fituar, sepse ajo ka si synim që të hapë vendet e punës në Amerikë. Synimi është që mallet e Europës edhe të Kinës edhe vendeve të tjera të bëhen më të vështira dhe më pak të konkurrueshme për mallet që prodhohen në Amerikë. Tani problemi është që edhe Amerika do ketë prodhime të cilat eksportohen në vendet e tjera dhe ato do bëhen shumë shtrirë me vendosjen e masave reciproke midis tyre. Prandaj kjo është për tu parë, po një gjë është e sigurt që ai që do humb janë konsumatorët. Gjithë çmimet do të lëvizin, do ketë luhatje, unë mendoj që kalojnë në një farë mënyre hapet e parë do jenë pak krizë në kuptimin e kësaj, sepse do ketë rritje të çmimeve, do të ketë ulje të konsumit, pa diskutim kjo do të vijë me uljen e konsumit, edhe ai që do penalizohet më shumti do jenë konsumatorët. Gjithë shkarkimi i këtyre lëvizjeve të mëdha dhe tarifave që do të vendosen, janë vendosur dhe po priten edhe masa nga Europa, do të ndikojnë në çmimet finale për konsumatorët. Pra ajo që prisim lufta e tretë do të jetë jo me armë por tregtare. Po, luftë tregtare. Gjithmonë pritet sepse bota po ngushtohet në një farë mënyre, është bërë më vështirë tregtia, nuk janë më vendet dominante të tregtisë, po të themi të cilët sundojnë tregtinë botërore, edhe gjithsekush përpiqet që nëpërmjet po themi politikave të veta fiskale të përfitojë sa më shumë, pa marrë parasysh se sa ndikim do të ketë kjo në rendin global edhe si do të ndikojë ajo. Kjo është për të parë, po mendoj që fillimi do jetë shumë i vështirë, pastaj do jenë detyruar që shtetet në hyjnë në marrëveshje riçikim edhe për të vendosur tarifa më të drejta, të cilat e ndihmojnë në një farë mënyre shkëmbime tregtare të njëri tjetrit, sepse kjo punë nuk mund të vazhdojë gjatë, do ketë problematika në ekonominë botërore. Zoti Zepishta, faleminderit shumë për analizën që bëhet më thjesht për publikun për këtë çështje që ka qenë kryefjalë këto 24 orë. Faleminderit.